Në mes të shkretëtirës, aty ku dikur kishte vetëm rërë dhe diell përvolues, sot ngrihen qillgërvishtes gjigant, drita, luks dhe pasuri marramense. Ky është Dubai, qyteti i mrekullive moderne, një parajs për biznesmen, turist, por edhe për disa nga figurat më të errta të ekonomisë botërore. Në dekadat e fundit, Dubai është ndruar një stret e sigurt për pasuritë e mëdha, përfshirë edhe ato me origjinë të dyshimit. Arsyeja, sistemi i tij i veçantë financiar, i ndërtuar mbi sekretin, mungesën e tatimeve dhe mundësinë për të investuar shpejt e pa shumë pyetje. Ndryshe nga shumë vende perëndimore, ku autoritetet kërkojnë burimin e parave dhe origjinën e pasurisë, në Dubai për shumë kohë nuk është kërkuar sqarim i plot për investim në prona, kompani apo llogari bankare. Kjo ka bërë që miliarda dollar të lëvizin drejt Emirateve të Bashkuara Arabe, duke kthyer qytetin në një port të artë për ata që duan të pastrojnë paratë. Në rrugët e ndryshme të Dubait përzihet pasuria legjitime dhe kapitalet e krimit ndërkombëtar, nga trafiku i drogës deri te korrupsioni shtetëror. Shumë para kanë gjetur shtre në tregun e pasurive të palutshme të këtij qyteti, apartamente luksoze në Burj Khalifa, vila në Palm Jumeirah apo kompani të regjistruara në zonat e lira ekonomike, të gjitha ofrojnë mënyrat për të fshehur gjurmët financiare. Por pse pikërisht Dubai? Sepse imazhi i tij ndërkombëtar është i përsosur, një qytet modern, turistik dhe i zhvilluar që i bën investimet të duken legitime. Sepse ligjet e tij janë të buta për biznesin dhe bashkëpunimi ndërkombëtar në hetime financiare ka qenë shpesh i kufizuar, sepse siguria fizike është e lartë. Dhe aty jeta ofron gjithçka që kërkon njeriu me para, privatësi, luks dhe ndikim. Megjithatë, në vitet e fundit, presioni ndërkombëtar ndaj Emirateve ka filluar të rritet. Bashkimi Evropian dhe SBA kanë kërkuar më shumë transparencë për të luftuar pastrimin e parave dhe aktivitetet e paligjshme. Dubai përpiqet të ruajë imazhin e tij si qendër globale financiare, por hijet e mafias nuk janë lehtë për t'u fshirë. Në fund, historia e Dubait është një kontrast i fuqishëm mes shkëlqimit dhe fshehtësisë. Një qytet që lindi nga rëra për të bërë një simbol i suksesit, por që sot përballet me pyetje të mëdha. A mund të ndërtohet një parajs pa u prekur nga ferri parave të pista?